besoj që familja nuk do që ta shikojmë të birin e tyre, le të themi, në këtë fazë të jetës që është ku është në një sukses dhe duhet i fokusohet muzikës, ndoshta nuk duan ta shikojnë në ndikimin e Eglit, pasi për ta, mendoj unë, mund të jetë një ndikim si në Big Brother, ku Gjesi, le të themi, ka shpërthyer edhe në fjalor paksa të keq, po edhe në sjellje, po edhe në veprime që është gjykuar shumë që ja ka ulur, apo le të themi e çoi Eglin atë fazë degraduese sa doli dhe nga shtëpia, por nga ana tjetër po përflitet shumë edhe për, le të themi, për paraqitjen që Gjesi kishte në Portokalli, një skeç ku është regjistruar të mërkurën dhe padyshim që fjalët dhe ata që ja kanë parë e kanë sjellë tek rrjetet sociale dhe po përflitet për një injorim të thellë që Gjesti, le të themi, i ka bërë Eglit dhe Xhenetës, por më së shumti Eglit, pasi fokusi i të gjithëve aty është një injorim i cili mund të jetë edhe një sinjal për një ftoje apo të mos një vijimi të raportit të tyre, edhe pse Gjesti nuk e preu me thik kur doli nga shtëpia, e tha do ta shikojmë, por e kemi parë që Egli ka qenë më e përfshirë, ka qenë ai që ka dashur, le të themi, një lidhje, por ky injorim është edhe një tjetër sinjal përposa asaj ftohtësisë që dha familja, edhe injorimi që ka dhënë Gjesi, le të themi, tek skeçi që ka pasur në Portokalli që do të dalin nesër për audiencën e madhe. Besoj që janë dy faktor, edhe reagimi i Eglit, ajo edhe pse nuk flet shumë, ka reaguar, le të themi, me qëndrimit e saj në rrjetin social Instagram,